Sigurisht ju keni bërë një ankesë lidhur me aeroportin e Vlorës, por edhe lidhur me këtë pikë, duhet ta dini që aty ka pasur një aeroport shumë kohë më përpara, dhe është një aeroport i cili është ndërtuar nga italianët, fatkeqësisht. Nuk ju ndërpreva, unë e njoh realitetin vendin tim shumë herë më mirë se sa ju, kështu që ju lutem më respektoni në bazë të dispozitave të rregullores të Parlamentit Evropian. Ne na nevojitet një port në jugun e Shqipërisë dhe kjo lufta për aeroportin e Vlorës nuk ka të bëjë fare me çështjet mjedisore, ka të bëjë vetëm thjesht me konkurrencën. Çdo gjë lidhet me konkurrencën. Pra thuhet që Shqipëria nuk duhet ketë aeroport në jug dhe e dim arsyeën sepse sa thon kështu, por ne na nevojitet një aeroport në jug. Kështu që shpresojmë që vitin që vjen të kemi mundësi që të fluturojmë drejt për së drejti nga Vlora në Strasburg. Dhe do propozoj që takimi të bëhet në Vlorë dhe gjithashtu do ju ftoja që të vinit dhe të realizonit një mision fakt mbledhës të gjithë bashkë, jo për të bërë politik, jo për të marrë likes dhe jo për të ndarë lajme në media sociale duke përdorur Shqipërinë, por për të shkuar dhe për të parë se si është situata në terren.